por kemi edhe një detyrim të lartë. Ta ruajmë, ta mbrojmë dhe ta zhvillojmë më tej këtë trashëgimi të shenjtë të gjuhës tonë si shenja më e gjallë e identitetit tonë shqiptar. Një gjuhë, një shqiptari, një amanet. Pa gjuhë s'ka kom. S'mund të ketë shqiptari pa gjuhën shqipe, pa shkronja shqipe e pa shkolla shqipe. Unë dua ta mbyll fjalën time me një falënderim të veçantë, mjaft të madh për të gjithë shqiptarët, diasporën e vjetër dhe të re, arbreshet e Italisë, arbreshet e Zarës, arbanësit e Zarës në Kroaci, apo arbreshet e Mandricës në Bullgari dhe të gjithë shoqat, mësuesit, studiuesit e gjuhës shqipe, të cilët me përkushtim dhe dashuri të madhe punojnë çdo ditë pa u lodhur për të promovuar, për të ruajtur dhe trashëguar këtë gjuhë të mrekullueshme të identitetit tonë shqiptar. Shumë faleminderit, gëzuar për jetë ditën e alfabetit të gjuhës shqipe.